Me emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Në hijen e Ramazanit. Ky muaj i bekuar përveç të tjerash edukon njeriu ta shtojë durimin e tij në këtë drejtim. Për të folur mbi temën Ramazani, muaji i durimit, kemi të ftuar imamin e nderuar Nehat Sheho. Mirë se erdhët. Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se jeta nderuam. Faleminderit për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi që jemi në këtë mes bashkë me ju. Pse durimi konsiderohet thelbi i agjerimit? Nga gjërat të cilat nuk ka dyshim as pak është që Zoti Xhella Xhelaluhu me urtësinë e tij na jep çdo herë urdhra të cilat janë të mira për ne. Andaj edhe agjerimi, siç thot pejgamberi alayhis salatu wassalam në një hadith, çdo gjë thotë ka zakatin e vet, kurse zakati i trupit thotë është agjerimi. Ndërsa thot agjerimi është gjysma e durimit. Ajo që na intereson neve në këtë pikë është që me të vërtet agjerimi edhe pse duket si një adhurim pasiv, në vetvete ngërthen mrekulli të shumta. Andaj motori kryesor i këtij agjerimi është edhe durimi. Sepse e mëson disi njeriu që edhe pse e ka përpara tij një gjë të lejuar që është ushqimi apo pija, edhe pse nuk e sheh askush, ai nuk e përdor atë duke i qëndruar besnik një synimi, një caku të cilin ai e ka për të arritur e që është shpërblimi i Zotit Xhella Xhelaluhu. Thënë pak më ndryshe, agjerimi e mëson njeriu që edhe pse është përballë këtyre begative të cilat janë të lejuara për të jashtë kohës së agjerimit, të qëndrojë në mënyrën më të mirë që ta kryejë atë si është më së miri. Rrjedhimisht e mësoj që edhe pse është agjerueshëm, edhe pse nuk e sheh askush, të jetë nga ata të cilët dinë të i thonë ju një gjë të caktuar për të arritur një cak më të madh. Zoti Xhella Xhelaluhu na ka thënë në ajetin kuranor ku është bë obligim agjerimi, në fund të këtij ajeti, cilin e kemi ndëgjuar shpesh herë, thot la'allakum tattaqun, në mënyrë që të bëni të devotshëm. Pra çdo gjë e cila ka ardhur brenda këtyre 30 ditëve, me larmishmërinë që e ka ky muaj i Ramazanit, me mozaikun e adhurimeve të ndryshme, ka ardhur që njeriu ta forcojë e ta bëjë të devotshëm. Dhe e dim nga xhallar dhe nga dietarët tonë të mëdhenj që nuk ka devotshmëri pa durim. Pra, ju thoni se durimi është baza kryesore mbi të cilën ndërtohet një jetë e mirë, një jetë e mbushur me shpërblime dhe një jetë kur natyrisht njeriu konsiderohet se ka arritur një grad të lartë të njerëzillëkut apo fetarisë së tij. Çfarë mund të shtoni kësaj në lidhje me durimin? Si duhet ta shohim durimin në jetën tonë, apo si ka cilësuar i madh Zot durimin në Kur'anin famullar? Zoti Xhella Xhelaluhu kur na flet për durimin në Kur'anin famullar, na thot përgëzoj durimtarët. E ky përgëzim vjen nga ai i cili sheh edhe di çdo gjë, nga ai i cili shpërblen më së miri, nga ai i cili çdo kohë kur besimtari ka nevojë për të, i është afër. Andaj momenti kur besimtari i qaset këtij durimi në këtë mënyrë, disi e ka një forcë për të përballuar çdo lloj cytje, çdo lloj tundimi, çdo lloj mungese pa u lënduar, sepse e din që fundja, qëllimi i çdo lloj sprove që e godet atë, prapë është mirësia e tij. Derisa të kaloj, siç thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith, derisa të ecë mbi tokë, e mbi ta nuk ka asnjë gjuna të vet. Pra, në farë forme, durimi është ai përcjellësi kryesor që njeriu i garanton një qëndrueshmëri të vërtetë. Si mendohet një person pa durim Ramazan? Dhe cili është shembulli i një personi që tregohet i durueshëm? A ka dallim mes tyre? Mund të themi lirisht që shembulli i një personi i cili është i durueshëm gjatë Ramazanit ndaj atij i cili nuk është i tillë, edhe pse agjeron, do të ishte sikur shembulli i gjallit dhe të vdekurit. Sepse Zoti Xhella Xhelaluhu nëpërmjet të këtij agjerimi ka dashur na treguar që është qëllim me të ofruar një mundësi që ti të jesh i durueshëm, jo vetëm për nga ana e përmbajtjes nga ushqimi dhe nga pija, për arsye se kjo është diçka e lehtë. Mirë, po qëllimi ose esenca kryesore e këtij është që të mëson që personi duhet të jetë i durueshëm karshi sprovave, karshi ndryshimeve, karshi cytjeve të cilat përballet në jetën e përditshme. Cili duhet të jetë raporti besimtarit
kur është agjërueshëm në raport me gjuhën e tij dhe me veprat e tij? Nëse i qasim literaturës islame, Arbenor Efendi, e gjejmë që nëse nuk agjeron gjuha edhe organet tjera, do thotë nëse nuk ndron sjellja e agjëruesit gjatë kësaj kohe që është duke e agjëru, atëherë ai agjërim është vetëm një agjërim, nëse mundi me thonë, për nga ana e largimit nga ushqimi dhe pija, pra që një lloj diete ose një agjërim i plastifikuar. Nga se e dim që esenca e agjërimit është komplet tjetër. Do thotë, momenti kur besimtari agjëron me gjuhën, agjëron me syrin, agjëron me gojën, me veshët e tij, pra me organet e tij në përgjithësi, ka arrit cakun e vërtetë të agjërimit. Pejgamberi alayhis salatu wasalam na thot në një hadith shumë të bukur, thot ai i cili nuk e lën thot fjalën e kot, edhe punën me ta, Zoti xhela xhelaluhu nuk është i interesuar që ai me lan ushqimin edhe pijen. Transmetime tjera na thot që sa ka për agjëruesve, të cilët nuk marrin nga agjërimi i tyre asgjë tjetër përpos urisë edhe etjes. Do thot me një anë na tregon se si duhet jetë agjërimi për nga ana e kontrollimit të vetvetes, kontrollimit të gjymtyrëve, duke na thonë që jo vetëm me agjëru kushtimisht me largim nga ushqimi dhe nga pija, mirë po të agjërojnë organet e tua, të agjëron gjuha nga fjalët e kota, të agjëron gjuha nga përgojimet, të agjëron syri nga shiqimi në haram, të agjëron dora nga puna në haram, e kështu me radhë. Dhe në anën tjetër na tregon që nëse eventualisht dikush prej besimtarëve nuk i qaset agjërimit në këtë formë, nuk ka marrë për Ramazanit asgjë tjetër përpos urisë edhe etjes. Pra ju thoni që agjërimi së bashku me durimin janë të lidhura ngushtë mes vete, e kjo shihet në aspektin praktik edhe në raport me shqisat tona, për shembull të dëgjuarit. Sa mund ta dobësojmë dëgjimin, në këtë rast sa mund ta dobësojmë shpërblimin ton, nëse dëgjimi ynë ndonjëherë është orientuar te ndonjë bisedë që s'është për të dëgjuar, ose shikimi, ose gjuha jon, sa ndikon kjo në atë pjesën e uljes së shpërblimit, përderisa nuk tregojmë durim të veçantë për të larguar nga kjo situatë apo nga ky ambient. I nderuar, durimi është ajo stolia e cila e bën agjërimin e njeriu të shkëlqej. Durimi është ai boshti, nëse mundi me thonë boshti kurrizor, i cili e bardh durimin, e bardh agjërimin nga një ritual i zakonshëm kushtimisht në një transformator të moralit edhe të devotshmërisë besimtarit. Prandaj, momentin kur personi disi e harron këtë, edhe fillon që me agjëru vetëm me barkun e tij kushtimisht, fillon që gjuha e tij të mos jetë fort e kujdesur, fillon që dëgjimi i tij të mos jetë fort i kujdesur, fillon që me i bë të tjerët të ndihen disi në siklet që ky është duke agjëru, atëherë na jep disa sinjale të cilat na thonë që agjërimi i këtij njeriu diçka nuk është në rregull. Për arsye se qëllimi i agjërimit, e thamë edhe më herët, është në mënyrë që të bëni të devotshëm. E dietarët tonë kanë mësuar që nuk ka devotshmëri pa pas durim. Sepse është ai durimi i cili neve na mëson që çdo lloj sprovë në këtë botë është e përkohshme. Çdo lloj cytje në këtë botë është e përkohshme. Çdo lloj tundimi në këtë botë është i përkohshëm. Dhe çdo lloj durimi i cili bëhet në këto na vjen me një problem madhështor, të cilën vetëm Zoti xhela xhelaluhu mundet me na dhënë. Momentin kur besimtari qaset pikërisht në këtë formë, atëherë do ta ketë më lehtë që ta përballoj atë trisni e cila është duke i ardhur. Kur flasim për durimin, atëherë si mund ta përshkruash me disa shembuj atë që është simbol i durimit? Pejgamberin e fundit Muhamedit alayhis salam, si ishte raporti i tij si njeri, pra në gjallët e tij, sa ishte i durueshëm, sa ishte tolerant, sa ishte i mëshirshëm në këto drejtime. Zoti xhela xhelaluhu në Kur'anin famadh na ka dhënë një rregull të artë, nëse mundemi me quajt, thotë jo në pejgamberin alayhis salam kish shembullin më të mirë. Andaj edhe tek durimi është shembulli më i mirë që mundemi me marr. Nëse më lejon, kisha dashur me nda në disa etapa çështjen e durimit të tij. Fillimisht durimi i tij në kohën sa ishte në Mekë. Durimi i tij i cili u karakterizua me durimin që e kishte ndaj atyre të cilët ishin pabesimtarë, e që në të shumtën e rasteve ishin nga më të afërmit e tij. Shikoni, nuk është e lehtë që të përgënjeshtrohesh nga ai i cili është vllai babait tënd, nga xhaxhait.
momentin kur ti del edhe e mban një fjalim, e mban një ders, e mban një këshill popullit, duke e di që ti në të vërtetën, edhe me njëherë pas teje del dikush i familjes tënde duke i thonë që ky është i çmendur, ky nuk din se çka po flet, ky është magjistar, duhet të kesh një durim shumë të madh për me përballu këta, edhe për me vazhdu pastaj në misionin tënd të cilin ti ja ke synu vetes për të arritë. Kjo është e para. E dyta, durimi i tij në rrugën e gjatë të thirrjes. Në këtë rrugë të gjatë të thirrjes, pejgamberi alayhis salatu wasalam është përballë me sprova të ndryshme, saqë ka thonë hadithi nuk është sprovu askush sa jam sprovu unë. Nëse shiqojmë gjatë kohës sa ka qenë në Mekë, është sprovu qoftë nga ana e shpifjeve që i kanë bë, qoftë nga ana e dëmtimeve fizike që i kanë bë, dhe prap ka duru. Për me na tregu që nuk është dobësi durimi në këtë gjendje, mirë po është ruajtje e karakterit tënd, të cilin ti synon me e ndërtu edhe me vazhdu pastaj në përmirësimin e tij. E dyta, durimi i tij në fjalët që janë drejtu nga pabesimtarët. Këtu i kemi dy shembuj shumë të bukur, cilët është e mirë me rikujtu vetes pastaj edhe ndëgjuesve tanë, sa i përket kësaj. E kemi shembullin kur i shkuan krerët e Mekës me një ofertë tunduese që ta kthejnë nga misioni i cilin e kishte marrë. Dhe i ofruan nga pasuria, i ofruan nga pushteti, i ofruan gjëra të cilat secili prej njerëzve aty kishte ëndër të arreste. Ajo që na befason këto është ndëgjimi me kujdes që e kishte ndaj tyre, lejimi i përfundimit fjalës dhe pastaj përgjigjja me edukat. Dhe e dyta është shembulli i asaj plakës në shkretir, cilën e kemi ndëgjuar gjithë. Gjatë tërë udhëtimit ajo ankohej se si ka dalë një i ri dhe po i ndan prindrit nga fëmijët e tyre, po i ndan vëllezërit nga vëllezërit, po bën përçarje në popullin e Mekës, po vjen me diçka të re e cila është goxha sfiduese për ata. Thjesht po bën një përçarje të madhe brenda popullit, i cili sipas saj ishte mësuar që jetonte me një harmoni të mirë deri atëherë. Në të gjithë udhëtimin, pejgamberi alayhis salam po i barte gjërat e kësaj plake. Dhe po e ndëgjonte me kujdes çdo fjalë të cilën ajo po e thoshte, duke e ditë që çdo fjalë ishte akuzë direkte nga ajo për të. Dhe në fund po i tregon se kush është. Kjo tregon një madhështi që kishte pejgamberi alayhis salatu wasalam. Nga ana tjetër, momentin kur ai u shpërngul për në Medinë, durimi i tij vetëm sa shkonte e forcohej, sepse sprovat aty ishin edhe më të mëdha. Ndoshta nuk i kishte sprova se i kishte në Mekë. Mirë po lloji i sprovës që ishte në Medinë ishte akoma më i madh. Aty ballafaqohej me njerëz të cilët ishin dyftyrshë, me njerëz të cilët faleshin në saf bashkë me të dhe pastaj bënin punë kundër tij. Edhe ndaj tyre u sjell mirë. Aty u ballafaqua me njerëz të cilët nuk dinin. E kemi shembullin e një beduini i cili hyn edhe qofshi ndëruar urinon në xhami. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po ka durim që me e pastru atë vend vetë me dorën e tij, pastaj me ul edhe me bisedu me ata, me i tregu që ky është vendi i shejt dhe nuk bëhen këto veprime në këtë vend. Tjetra, në momentin kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ndodhi një katastrofë e madhe, siç ka qenë lufta e Uhudit. Edhe këto dëshiroj të ndalem në mënyrë që me e nxjerr edhe këto një përfitim për secilin prej neve. Ishte një luftë shumë e keqe për muslimanët. Ishte një luftë e cila me të vërtetë la shumë gjëra të këqija. Dhe sahabit po i thonë ja Rasulullah, lutë Zotin kundër tyre. Pejgamberi alayhis salatu wasalam po tregon kulmin e durimit. Shikoni, nuk ka qenë lehtë me e pa xhaxhain e tina duke u vrarë atje, cilën në të njëjtën kohë kishte edhe vëlla prej qumshti. E kishte si më thonë atë mbështetsin prej më të mëdhenjve, cilin e humbi aty dhe e pa duke u masakru. Pastaj pjesa tjetër e betejës e dim se si ka shku. Mirë po e tha një fjali e cila duhet ngelet në mendjen dhe në zemrën e cilit prej neve. Tha Zoti xhalla xhelaluhu nuk më ka dërgu as në nxmus e as mallkus. Mirë po më ka dërgu thirrës edhe rahmet.
ishte kulmi i durimit. Secili prej neve mundet ndoshta me duru ndonjë situatë e cila nuk është aq kulminante, mirë po të durosh në kulmin e dhimbjes në këtë formë, edhe pastaj të mos bësh një lutje kundër tyre duke e ditë që lutja e tij ishte e pranuar. Kjo është diçka që mundet me bën vetëm personalitetet e mëdha. Ndëruar, ju nënvizua se durimi pra është akti më i lartë që tregon nivelin e besimit lartë. A në kupton kjo se sa me durueshëm të tregohet njëri, po njëkohësisht së bashku me durimin sa mos i hapur të jetë, në kupton se niveli i tij i formimit është i lartë, por natyrisht edhe i asaj që ka arrit me kuptu si koncept durimit. Çfarë mund të shtosh në lidhje me shpërblimin që mund ta merr një durimtar, edhe në këtë botë por edhe në botën tjetër? Ai që tregon durim në raport me njerëzit, a është më i pranueshëm? Po të Zoti i Madhreshëm a pret shpërblim të veçantë në botën tjetër? Zoti Xhela Xhelaluhu në fen tonë na ka caktuar, na ka treguar për shpërblimet e shumë gjërave. Mirë po, kur ka ardhur tek shpërblimi i durimit dhe tek shpërblimi i agjërimit, na e ka lënë të pakufizuar. Tash ti mundet me pyet dikush se pse, ose çfarë lidhje ka agjërimi me durim. Ai po thotë që këta persona, këta musliman, thotë e kanë lënë ushqimin, pijen, gjëra që kanë qenë të lejuara për ta, edhe në esencë janë të lejuara për ta, vetëm për hatër tim. Dhe po ju thotë me lajkeve, bëni dëshmitar se unë i kam falur. Në një ajet kuranor, Zoti Xhela Xhelaluhu na thotë që me të vërtetë ai shpërblen besimtarët pa mas, bi ghayri hisab. Çdo lloj numri të cilin mundemi me mendu unë apo te apo gjithë shikuesët e rrugës të cilët na shikojnë në këtë momente, unë mundem me i thonë që nuk është ashtë shumë më shumë se saj. Prandaj Zoti Xhela Xhelaluhu sikur ka dashur me këtë ajet kuranor me na tregu që shpërblimi është pa mas. Në njërin anë dhe në anën tjetër është një lloj gare e cilën synon me na përfshi të gjithë neve në mënyrë që me qenë secili prej neve më i dërueshëm që me garu kushtimisht se kush po arrin më shumë tek ky shpërblim. Pra mesazhi juaj është që në çdo formë dhe tek çdo kush të tregojnë sa më shumë durim, jetën e tyre të përditshme, përballë provave dhe sfidave të përditshme, sepse vetëm me anë durimit kalohet një situatë e vështirë. Vetëm me anë durimit arrihet shpërblimi dhe vetëm me anë durimit njeriu e tenton pra atë që është shpërblimi përfundimtar, xheneti apo parajsa. Cili është mesazhi përfundimtar në raport me temën për cilën folëm deri tash? Harbnor Efendi, durimi është një nga margaritarët cilët na i kalon Zoti Xhela Xhelaluhu e të cilët na përkujtohen më së shumti gjatë muajit të Ramazanit. Ajo që duhet të them këtu është që besimtari duhet të jetë i durueshëm në çdo etapë të jetës, sepse është durimi ai i cili atë e shtyn tutje për të arritur tek caku i tij ose i saj. Dhe momentin kur nuk ka durim, jo vetëm agjërimi, mirë po çdo lloj vepre që mundemi na me e bë, është e kot. Momentin kur nuk ka durim, shoqëria humbet respektin reciprok. Momentin kur nuk ka durim, nuk ka dialog të bisedës. Momentin kur nuk ka durim, nuk ka moral. Dhe neve po e shohim fatkeqësisht në kohën ku po jetojmë sot, e shohim se sa shumë ekzistojnë këto shembuj që unë i thash. Neve po e shohim sot që çdo lloj bashkëbisedimi kushtimisht që bëhet, nuk e ka respektin për atë me cilën je duke biseduar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pa durim me ndërgju ata të cilët i kishte armiq. Pa durim me ndërgju ndoshta ata të cilët nuk dinin nga besimtarët. Kemi një transmetim kur dikush në Medinë i thot duke ndar sadakan, thot o Muhammed, ndaj me drejtësi. Duke e ditë se kush është, duke e ditë se çfarë pozite ka te Zoti Xhela Xhelaluhu. Çka i tha këtij personi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Tha kush do të mbajë drejtësi nëse nuk mbaj unë? A e ofendoj kurse si? A e ignoroj kurse si? A e mohoj pastaj pjesën nga ajo sadaka për ta kurse si? Ajo e cila na përcjellet neve nga gjeneratët e para, e që me të vërtet është mesazh për çdo shikues
është që durimi është ai i cili jep jetë. Çfarë do lloj adhurimi që ne bëjmë? Sepse durimi, që na ka mësuar xhallarët dietarët tonë të mëdhenj, është durim edhe në vepra të mira. Është durim edhe në ndaj mëkateve, është durim edhe ndaj caktimit të Zotit xhallahu xhelalu. E momenti kur besimtari e din që Allahu xhallahu xhelalu nuk zbret asnjë sprovë të ndryshme, përveç se të mos dëshiron që ta pastroj robin e tij. Momentin kur besimtari e din që nuk ka shans me e ndje një vështirësi gjatë kryerjes së një obligimi, të cilin nuk mundem me mohu, se thotë në xherem ka do thot vështirësi. Mirë po është durimi ai i cili e mëson këtë që vështirësia është e përkohshme. Ajo kalohet, tundimi është i përkohshëm, ai kalohet. Dhe në fund ekziston diçka që quhet shpërblim, e cili të bën me i harru komplet vujtjet të cilat i ke bërë deri tash. Pra ju ftoni më shumë durim në familje, më shumë durim në punë, më shumë durim në rrugë, më shumë durim në komunikacion dhe gjithkund tjetër vetëm durim. I nderuar, faleminderit shumë për angazhimin tuaj në këtë drejtim, për të elaboruar këtë temë që është bazë e fesë dhe bazë e njeriut të formuar e të ngritur. Zoti ju shpërblift. Ishte kënaqësi, Zoti ju nderoj, faleminderit shumë. Faleminderit. Shikues të nderuar, me kaq përfundon emisioni sonte. Deri në takimin e radhës, mëshira e Zotit qoftë mbi ju.